gjitha llojet e dhënave, që ka kartel shtetësore çdo e dhënë, është eksportuar në dorë të grupeve kriminale në mënyrë që ato të mund të programojnë për interesat e tyre. Edi Rama duhet t'jap dorëheqjen me njëherë. Urgjentisht dorëheqjen. Forcat politike të opozitës të mbledhura sot vendosen të mobilizojnë të gjithë potencialet e tyre në një betejë vendimtare, në revolta vendimtare, për të nda nga kjo e keqje e madhe që i ka ra Shqipërisë mbi krye. Është një sistem pegmarrje i paimagjinueshëm. Janë të marrë peng në zinxhir. Ndaj dhe njëherë kërkoj largimin e tij të menjëhershëm nga qeveria, qeverinë për të përgatitur zgjedhjet e reja dhe rikthim në Shqipërisë në rrugën e ligjit dhe kushtetutës. Partia Demokratike dhe opozita kërkon shtetin ligjor, kushtetutshmërinë e rendit në Shqipëri. Ndaj dhe u është drejtuar qytetarëve me bindjen më të madhe se rradha e tyre për të përcaktuar me revoltën e tyre fatin e vetë të fëmijëve, familjeve dhe të mbar vendit. Faleminderit. Zoti Berisha, sot po zhvillohet mbledhja e Këshillit të Mandateve për zonjën Balluku, një mbledhje që u bë me dyert të mbyllura, ndërkohë që është propozuar në të nga socialistët që në fakt edhe seanca plenare të jetë po e mbyllur. A keni një koment me këtë? Pretendimi ka qenë për ruajtjen e sekretit hetimor. Faleminderit. Që ta ketë të qartë çdo shqiptar. Gjerë sot, ajo dosje ka vetëm një sekret. Dhe ai sekret nuk mund të bëhet publik. Në interesin e procesit, asnjë sekret tjetër, asnjë dokument tjetër, asnjë material tjetër, nuk është sekret, as dhe videot e tyre nuk janë sekret. Që unë nuk jam të... Pra, asnjë s'është sekret. Ka një element dhe parlamentarët e opozitës në interesin më të mirë të procesit, atë sekret do ta mbajnë. Nuk e bëjnë publik. Vetë prokurorët, për shkak të atij sekreti, kanë kërkuar që provat të mos i dorëzohen delinkuentës Balluku, por jo të mos u jipen deputetëve. Dhe seancë të mbyllur për vjedhjet e Edi Ramës, ne nuk pranojmë. Seancë të mbyllur për vjedhjet e Edi Ramës, ne nuk pranojmë. Ne nuk pranojmë seancë të mbyllur për vjedhjet e Lubi Ballukut. Jo, seanca do të jetë e hapur, nuk jemi ne si deputet që na kanë vjedhur, janë qytetarë shqiptarë që janë vjedhur për i tyre. Imagjinoni ju, cili shqiptar mund të mendonte se ajo ka
ka shndruar në apartamente, ka 300 apartamente të grabitura për të blera në këtë mënyrë. Cili? Dhe kjo janë vetëm apartamentet, po jahtet, 2 jahtet, po vilat, po kontot bankare, me 10 mos 100 milion. Këta nuk kuptojnë. Këta ti falen Zotit që s'ka Shqipëria dënim me vdekje. Se me këte që kanë bë, meritonin çdo dënim kapital. Lexoni pak për ata diktatorët e dikurshëm të Afrikës, se si i çonin parat në bankat e Zvicrës për t'i ruajtur. 300 apartamente kjo. Vinoteka e Edi Rams e Gyrsagasi, 4 milion euro. Me shishe, Roman Rekonti, Petryse të tjera që ku shkon shishja 33.000, 35.000 euro. 70 vjeçare të vjetruara. A e dini ju që kamerat e Vil Sagaci të inauguruar me pompozitet të madh brenda në territorin e bllokut tregojnë se aty faleshin ministra dhe zyrtar të tjerë. Edi Rama po e kishte si shtëpinë e dytë aty. Ato janë të gjitha të filmuara. Ku është e Gyrsagasi sot? Pra, shteti ka rënë. Nuk ndjehen. Po pse është presidenta? A e keni marrë vesh ju se po shkarkohen gjeneralët e forcave? Po shkarkohen se janë të gjithë aksionerë në gjirin e limonit. Po t'ju vetë ka qenë shef shtabi ky që është president sot. Shteti ka rënë. U përket qytetarëve të thonë fjalën e vetë. Edi Rama do t'jap dorëheqjen me njëherë. Lubia ka qenë thjesht një shërbëtor e tij. Ka vjedh, nuk themi s'ka vjedh. Po ka zbatu urdhrat e tij ama. Janë urdhrat, janë aty, janë të gjitha në dosje urdhrat e Edi Ramës. Nuk e mora sot atë unë. Mesazhin. I pat media si ishin aty. I pat vetë. 100 milion. Se cila nga mediat e qeverisë. A ka krim më të shëmtuar se të paguash mediat për të mashtruar qytetarët?